Një 61 vjeçar është dhunuar pas ditën e sejntes në Vlorë. Ngjarja ka ndodhur përballë tregut të Çoles. Kozma Kukli, punonjës i ndërmarrjes së pastrimit, ndodhet aktualisht në gjendje të rëndë shëndetësore në Spitalin Rajonal të Vlorës. Sipas dëshmisë së vet 61 vjeçar, 2 persona janë afruar me një furgon, kanë zbritur dhe kanë goditur pa asnjë paralajmërim. Po, te posti Çoles, çfarë ndodhi? Po ikja, mbasi psonisa pak, po ikja me bisetë. Ma prej rrugën një furgon, një barë, furgon mallash, zbritën dy nga 25 vjeç, diçka e prapë, dy djema të rinj, me gjyrë zezë, fillon me goditur, s'më dha në arsye, unë s'kishe takat të krejë për më loj gjatë, tentuat të ikin, unë vazhdoj rrugën dhe një me bisikletë, si që ishe zbarë, vajta zbarë, dhe gjithë bisikletën vajta zbarë para furgonit që mos më ikte sa vite policia. Ata zbritën prapë nga furgoni, më goditën prapë, edhe më tha ma shkon polici për deshe. Pra pas një lloj arsye? Erën e dytë, ma thënë, edhe ikën, një hypë për makinë. Eri ambulancë, nuk e njoftova se dojë të bëjnë foto furgonit, ma më lëj telefonin gjaku. Gjatë e pasë e shirë, shumë pikale gjaku tjere, telefoni nuk arrijet do të shtypja të kujdoja. Dhe sa u bëra në gati, hiku ku kanë, se hajtë, një gas ishe. Aty kishte persona të pranishëm, dëshmitar. Mund të ishin 100 veta, që bënë se ja. I gjithë trebu, i gjithë njerëzit që kalën posë këpjerë, gjithë, ishë një popull si e madhe. Edhe askus dëryve. Personat që të goditën ke pasur më përpara në një kontakt? Jo, i njifje? As pa e njo kështu që janë në pellë në lajgjët, po jo se e njo kështu me individ si po rinë e ku bëjnë. Çfarë dyshoni ju, çfarë arsye i shtyua ata që të ju dhunoni ju? Ndoshta nga që i kam pirë, Mohamedja, ndoshta i ka bërë gjolla, i ka bërë asashe, i ka bërë. S'mund të imagjinoj se ajo raj barbar që më bori, su ku edhe 1 milion të kështë borës, do t'ishe rao në aska. Që unë se kom borës, se kom 100 lekë, 1 milion. Edhe ikën, mund të rrigjën, vinë policia e se arojnë. Tashmë, ata persona janë arrestuar. Po, në këtë moment, jo në këtë moment, po para një njërin diska, eri një jafri të me eri këto. Pa, unë i mua me dorën time, tha i qëron policive. Çfarë ju tha i, për çfarë arsye kishin bërë? Ai afër, e shpjegoi? Ai tha, unë i fola, bora, tha, i mora për vesh, i qova, tha, polici të dyja, tha, se i kom nipa. Kush janë, nuk e di çfarë tha. Edhe i mori 2, ka qëron polici, tash po të binja i, binja unë vezdilja. Mua meri një oficer policia, mua mori një dëshmi, po këto pjatë që po plasën. Më tha bo njësër atë mjeku ligjori në të qasha një raport për këto. Kusë këta më tha ma do arrestu, tha se do vazhdo terapi, tha se ke probleme syje, ke 3 fizje, tha. 2 i ke sipër, 1 i ke nanës. Dhe pasur më që këtë sipër e syje, tha se ta ka mulluar gjapa to, ta ka plekse, do arishmë terapi këto, tha nuk da ikish. Se do e tikja, fakt. Pra gjendja juaj shëndetësore nuk ju lejon që të... Kam problem të ashe syre dhe poka, më kanë godit aq shumë sa që se imaginoj të si nuk mos qarë poka, të më i të gjaka, po. Si që thot dhe njerë? Po bese dhimje e poka, dhimje e verë kësu e kërë se një fare, su kërë tullën, se një fare poka, si tullë kam, haqë dhimje. Unë syri më mullua që atje, syri nëse pas fare, ndëse arë këtu syri kësu që më gjaka. Këtu më ndërrohëm, për në robe, që u ndërrohëm. Ju jeni person pa konflikte, jetoni vetëm me bashkë? Mendon se ata ishin... S'kam asë incident, s'kam njërë në polici, s'kam njërë shep, s'dua ta një polici me sy në kuptim fjallë si, s'dua shkoj për këto, s'kam. Po, pare janë 3-4 vjetës, më kam vjetë shpinë, muaj për muaj ma visnjë. Në qolja, lagja që vjetë. Ka marrë policinë, ka arru ka përtatua, por dishe se ka marrë asë kujtë Ju ku punoni? Unë punem me vesëbime, me këtë vesëbime, me ndëmarë vesëbime publike. Mos puna juaj ka bezdisur... Natë. Jo, s'kam në incident natë, se unë punem vesë, s'punem edhe në grupë. Unë punem me posa dhe vejtë që janë bullevar.
Ama në antet e lënë ty natës. S'ka më mësëm në asë një plet, në asë një turismë, në asë një me sot puna s'më lidhë puna, se s'më lidhë puna me sot. Jo vetë të ku që i punosh. Ata kanë në 9 orarin, e lënë 3. Unë e kam 8, e kam 1 orë atë. Edhe e lënë 2. S'na lidhë. Ata e ke iden se ku punon, janë të njëjtin punë me ju apo e kanë punë tjetër? Ata një ditë punë në bulevard, një ditë në spital, një ditë janë të sipas nevoja që ka. E jeni në të njëjtin ndërmarrje që punoni? Po, një ndërmarrje me se një përgjithës kemi një drejtor, po. Aktualisht unë punë vetë tek punë. Po. Dhe unë punë vetë me kosa, di më bear, unë i kam kosa, nuk mirë me psese, me punëtorët, me të tjerë, me aksione që bojnë, nuk shkojnë aksion, se vinë darkë të kosat. Bojnë aksione, bojnë këto, nuk marë pjesë, jam pasirë për të time. Ti mendon se ata ishin të pirë apo të thonë diçka? Mund të thonë asgjë, po ndosa ka qenë pirë, ndosa ka qenë të asashe se edhe të pirë të ishin, nuk do isha jo real. Ndosa s'kam pa lekë të asashe edhe më dole për para. Të kërkuan lekë, të kërkuan diçka? Jo, asgjë s'më kërkuan. Më vesë më goditë. Po, levortimi të tyre mund t'ishe se kisha arritu, u ka arritu majtë kokës ajo, halli tyre. E në zërën të muat. Unë 63 vjeç këtë zirë me idealin se 5 vjeç, po të me interior, s'ka mund fort, ma në nguzimin zirë me idealin se 5 vjeç, po kur një. Do javru, vetëm saj dhe kam i kjo vate, mos kam dalë fotografi. Kam të ditë mua, herët të dyre, e s'njaftuan që më bënë copa e në parë, më bënë e gjatë, tentuan të ikim. Unë më azluar rrugën 5 dyte, pasaj herë më kesh 5 dyte. Po ka konditë një hajtë, pasaj që më gjeri 5, në 6 besojnë dhe zërë. Më bërim të më viri 5 mm. Ishe shtuar në to. Të mërve se kama dhe se këtë pjesa ku. Më kapi të më orë e me të marrë. Si kishe borç. Edhe ikëm, po, ndallohë, po, ndojë, qep të pirë, qep pa pirë, qep asash. Vinë e se eri policia, eri o blaza, pare eri policia. Edhe vinë pasaj, se ero si, po, ty ke pa, ti s'ke, unë të rava, ty jo, falja, të thesë tash. Jemi njërës, unë sem kapsh. Unë kam 32 vjetë në qovë, s'kam i ditë. Burimet bëjnë me dije se të rinjtë kanë dhunuar 61 vjeçarin pasi ky i fundit ishte përplasur te dera e furgonit të tyre, ndërkohë policia ka njoftuar se dhunuesit janë arrestuar. Si rezultati veprimeve të shpejta hetimore dhe këqyrjes së pamjeve filmike u bë mundur kapja dhe ndalimi shtetase e së 37 vjeç banues në Vlorë dënuar më parë për plagosje të rënd me dashje kryer me armë zjarri. KN, 30 vjeç banues në Vlorë dënuar më parë për prodhim dhe shitje të narkotikëve, sipas njoftimit të policisë. Ndërkohë banorët aty pranë kanë ndërhyrë më njëherë duke njoftuar ambulancën dhe policinë, ndërsa 61 vjeçari është dërguar me urgjencë në spital. Mjekët bëjnë me dije se ka psuar dëmtime të shumta në kokë edhe në syrin e djathtë, i cili rrezikon shikimin.